Kjo tingëllon shumë motivuese, është shumë e qartë. Po, shumë e bukur për qenë e vërtet, sepse është ajo që po mendon kjo, është vërtet kjo që po mendon, ngri dorën nëse është e vërtet, ose shkruaj në chat, sepse ndodh gjithmonë, shumë e bukur për qenë e vërtet. Ti mendon që kjo tingëllon bukur, okay? Por për mua kjo nuk funksionon sepse biznesi im është ndryshe, sepse unë e kam një çik specifike gjë, nuk janë kaq të thjeshta, nuk është bardhëzi gjëja. Unë i di këto. Unë i kam dëgjuar 100 herë këto edhe në trajnime më parë sepse kam qenë në për shumë trajnime biznesi. Nëse ky mendim po të pengon, ja çfarë duhet të kuptosh tani direkte. E para, skepticizmi yt nuk është gabim, është shumë okay. Është pasojë, je djegur më parë, të kanë premtuar shumë edhe të kanë dorëzuar një PowerPoint të bukur aty me ngjyra të bukura dhe zero strukturë. E dyta që duhet kuptosh është që nuk po të shes fjalë boshe, po t'jap një sistem, jo fjalë të mëdha, fjalë të bukura, jo motivim 5 minutësh, por strukturë, udhëzim dhe mbështetje të personalizuar, Kjo nuk është e bukur, po është e zbatueshme. Biznesi yt nuk është ndryshe, është thjesht i pastrukturuar. Ti po thua, kjo s'funksionon për mua sepse nuk ke provuar të ndërtosh me sistem. Dhe problemi më i madh që hasin pronarët e biznesit apo personat në karrierë, nuk është që nuk i ke vënë dot në punë njohuritë. Pra, mbaj shënimte. Problemi më i madh që hasin pronarët e biznesit apo personat që janë në karrierë, është që nuk i vënë dot në punë njohuritë. Nuk i implementojnë dot për biznesin apo karrierën e tyre. Këtë problem kam pasur dhe unë. E doja suksesin në biznes, me çdo kusht, dhe nuk arrija dot. Këtë bëjnë dhe shumë të tjerë. Çfarë bëjnë? Lexojnë një libër të bukur biznesi, shkojnë në një trajnim biznesi, motivohen, por jeta e tyre nuk ndryshon as pak. A është e vërtet kjo? A është e vërtet?